Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti e Shkrimit Shenjtë. Jemi datën 15 korik dhe Kisharinë Ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e parë Apostullit Paul drejtuar Korintëve, kapitulli 13, vargu 11 deri në fund dhe kapitulli 14, vargu 1 deri në vargun 5. Lexojmë këtë pjesë dhe komentojmë sipas hetave. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt, ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash ti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. Tani pra këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhe nga këto është dashuria. Dhe kapitulli 15, vargu 1 deri vargu 5 na thotë: kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrt dhuntit frymore, por sidomos që të mund të profetizoni. Sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndis, sepse askush nuk kupton, por ai në frym flet mistere. Kurse ai që profetizon nuk flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e për dëllim. Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon ndërton kishën. Unë dua që të gjithë ju të flisni gjuhëra, por më tepër të profetizoni, sepse ai që profetizon është më i madh se ai që flet gjuhëra, sepse bese në interpretoft që të marrë ndërtim kisha. Le ta interpretojmë këtë pjesë të shkrimit sipas hetërve. Fillojmë me kapitullin 13, vargu 11, ku na thuhet: kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë, kur u bëra burr, i flaka gjërat fëmirore. Shënjoha Gujardit thotë se Apostulli Pavli nuk e përçmon fëmirin kur ai flet në këtë mënyrë, por tregon se jeta shpirtërore kalon nga pjekuria drejt pjekurisë. Në këtë jetë njohja jonë ndaj Perëndis është ende në zhvillim. Pra, i krishterit që të njohë diturinë e Perëndis duhet pastrohet nga pasionet, krenaria, smira, rivaliteti. Kështu që ai pastaj mbushet me këtë njohuri të Perëndis që zbulohet nga vetë Perëndia. Fëmia simbolizon njeriu që ende nuk është i pjekur në dashurinë, thotë Shën Agustini Hipos. Pjekuria vërtet nuk matet me moshën, por me rritjen në Krishtin. Dhe neve duhet të shkojmë në moshën e pjekurisë së Krishtit. Pra, ashtu si Krishti u shfaq në moshën e pjekurisë, në moshën 30 vjeçe, ai shfaq te populli Izraelit, dhe kjo ishte mosha e pjekurisë për judejnë, edhe neve nuk do të thotë se do mbushim moshën 30 vjeçe dhe kjo do na bëj pjekur. Por, në atë moshë të pjekurisë së Krishtit, do me thënë të përmbushjes son në dituri dhe në shenjtëri. Këtu duhet të arrijë njeriu. Dhe ky është një proces që nuk ndodh në një ditë, është një proces i gjatë, prandaj edhe neve kalojmë në 3 stade: në ndriçimin, që vjen mbas pagëzimit, shenjtërimin dhe pastaj hyjnizimin. Këto janë stade që duhet i kalojmë, por jo të gjithë i përmbushim. Pra, me pagëzimin dhe mirosjen është ndriçimi, pastaj vjen shenjtërimi me përpjekjen, asketizmin ton dhe duhet arrim në hyjnizim. Kështu pa arrim në atë moshën e pjekurisë së Krishtit. Interpretimi për sot i këtij vargu është se besimi nuk duhet mbetet si përfaqësor. Ne duhet ta shtojmë besimin me besim dhe me njohuri. Nuk mjafton vetëm njohuria biblike, kuptohet, kërkohet pjekuri në karakter. Pra, është ajo që në etrit e kishë thonë që vendosesh përballë Perëndis dhe Perëndia zbulon veten e tij. Pra është teoria, është zbulimi i diturisë Perëndis që jepet një shpirti që është i pastruar nga pasionet. Pra, detyra jonë është jo thjesht të kërkojmë misteret e Perëndis, sepse këto misteri zbulon vetë Perëndia, por detyra jonë është të pastrojmë veten, të zbrazi veten nga mëkatet e pasionet, dhe kështu atëherë ne bëhemi si një pasqyrë e pastër që reflekton diturinë e Perëndis, që ndriçon jo vetëm veten tonë, por edhe tek të tjerët. Kjo është ajo që quhet pjekuria në karakter. Dhe shenjat e rritjes shpirtërore, pra është dashuri, falja dhe porësia. Nëse ne i kemi këto të themelosura dhe i kemi konstante, tregon që kemi një rritje shpirtërore që është një rritje sipas Perëndis dhe që ka, si them, zhvillim, drejt asaj që quhet edhe hyjnizim. Por le të flasim edhe për vargjet më poshtë, vargun 12. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tani njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. Shën Pavli përdor pasqyrën, do të dim se në atë kohë nuk ishte pasqyra siç i kemi sot. Pasqyra ishin metale të lëmuara, bronzi ose bakri.
Kështu që edhe reflektimi ishte i dobët, fytyra nuk tregoi realisht ashtu siç ishte, pra në një mënyrë të errët thotë Shën Pavli, dhe gjithmonë do të kemi pasqyrën asaj kohe. Por pasqyra përfaqëson njohjen e kufizuar që kemi në këtë jetë për Perëndin. Njohja në këtë jetë për Perëndin gjithmonë do jetë e mangët, sepse edhe ne nuk kemi kapacitet për ta rrogur gjithë njohurinë për Perëndin. Pra, truri ynë nuk e mban dot. Kështu që ne duhet të kalojmë në gjendjen shpirtërore ose në atë gjendjen e lavdëruar me trup të ringjallur që ne mund të pranojmë njohurinë e Perëndis aq sa dhe ne mund ta mbajmë, sepse dhe njohuria e Perëndis është e pafundme. Por kur ne të shkojmë në mbretërinë e Zotit, në botën shpirtërore, patjetër që njohuria e Perëndis është shumë herë më e madhe se ç'kemi njohuri në këtë jetë. Sepse në mbretërinë e Perëndis ne shohim Perëndin dhe lavdinë e tij ballë për ballë, pa perde. Prandaj atje dhe njohuria do të shtohet. Johan Gojardi thotë Pavli nuk thotë se besimi është i pavërtet, por është ende i paplot. Pra, kur themi besoj në Perëndin, por kjo nuk do të thotë se besimi ynë është i plot. Besimi ynë kërkon të përsoset. Në qiell nuk do të ketë nevojë për besim, sepse ne do të shikojmë Perëndin drejt për drejt. Prandaj edhe besimi nuk do funksionojë. Besimi është vetëm në këtë jetë që na ndihmon neve që të bashkohemi me Zotin, që nga ky bashkim dhe të energjizohemi me hijen e Perëndis, me urtësinë, diturinë, fuqinë e Perëndis. Nuk do të marrim përgjigje për çdo pyetje në këtë jetë, pra duhet të jemi të ndërgjegjshëm, kështu që edhe interesi ynë nuk është të gërmojmë dhe të japim përgjigje çdo gjë. Ka mistere që do të kuptohen vetëm në praninë e Perëndis, kur ne kalojmë nga dimensioni kohë dhe hapësirë tym në jetën e përjetshme. Kjo na mëson ky varg se në këtë jetë duhet kemi porositë edhe durim. Vargu 13 na thot, tani pra këto tre gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhja ndër këto është dashuria. Apostulli Pavli, siç thotë Shën Agustini i Hipës, përcakton tre nga virtutet më kryesore: besa, shpresa dhe dashuria. Besimi na bashkon me Krishtin, shpresa na mban në qëndrueshmëri në Krishtin, dhe dashuria është vetë jeta e Perëndis në Krishtin. Pra, këto janë tre virtute kryesore. Dhe tre apostujt, Pietri, Johani dhe Jakobi, ishin tre apostujt që kishin këto tre virtute, prandaj ishin nxënësit më të afërt ose rrethi më i afërt i nxënësve të Krishtit, që morën pjesë edhe në ngjarjet shumë të dha, siç ishte për shembull edhe metamorfoza e Zotit në malin Tabor, sepse ta tre apostujt kishin virtutet më kryesore: apostulli Petro besimi, apostulli Jakobi shpresa dhe apostulli Johani dashuria. Pra, këto janë tre virtute kryesore që na mbajnë të bashkuar me Krishtin. Shën Maksim Rufisi thotë, dashuria nuk mbaron kurrë. Në qiell besimi do të shndrohet në shikim, pra nuk do ketë më besim, shpresa në përmbushje, por dashuria mbetet përjetësh, ajo shtohet nga dashuri në dashuri. Edhe për sot kisha mund të ketë njohuri, mrekulli, profeci, shërbesa, por pa dashuri gjithçka e humbet vlerën e saj. Dashuria është ajo që i jep gjithçka fuqi dhe kuptim. Ndryshe pasaj bëhen shërbesa të ftohta, mekanike, tradita, pa shpirt, pa dashuri. Sepse dashuria na bashkon si me Zotin, dashuria na bashkon si me të afërmin. Dhe kjo i jep gjithë kuptim edhe të qenit ton besimtar, sepse Krishti e përmbushi gjithë ligjin e besimit në këto dy fjalë ose fraza. Duhet Zoti me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë tënde, duhet të afërmin tënd si veten tënde. Le të kalojmë tek kapitulli i tjetër, kapitulli 14, vargu i parë, ku na thuhet: kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrt dhuntit frymore, por sidomos që të mund të profetizoni. Shën Johan Gojardi thotë, apostulli Pavli nuk ndalon dhuntin shpirtërore, që janë dhunti që i përmenden në shkrimin e shenjtë, por ai vendos një rënd. Së pari është dashuria. Pra, janë frytet e Shpirtit të Shenjtë: dashuri, gëzim, paqe, por dashuria është e para. Pastaj janë dhuntit e tjera ose virtutet e tjera. Profecia konsiderohet më dobishme sepse ndërton të gjithë kishën nga të gjitha ato talentet që jep Shpirti i Shenjtë, siç ishin edhe gjuhë të ndryshme ose diçka tjetër. Prandaj duhet të kërkojmë në frymën së shenjtë jo dhunti për interesat tona personale, por të pyesim gjithmonë,
a ndërton kjo dhunti kishën, dhe patjetër që duhet lutemi, por dhe duhet ta lëm të lirë shpirtin e shenjtë të na menaxhojë sipas gjithë diturisë së tij, për të na dhënë atë dhunti që është në interesin jo personal, por në interesin e kishës. Këtë kërkon të thotë Apostulli Pavli, që dhuntit që jep Shpirti i Shenjtë nuk i jep thjesht për interesat tona, por për komunitetin, sepse kështu ne funksionojmë si qenie komunitare me dashuri. Dhe në vargun 2 të kapitullit 14 lexojmë: sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, po Perëndis, sepse askush nuk e kupton, por ai në frym flet mistere. Apostulli Pavli këtu po flet për dhuntin e gjuhëve. Pra në atë kohë ishte dhuntia e gjuhëve për të flisje një gjuhë të panjohur, pa e mësuar, si ta ndikonte Shpirti i Shenjtë. Këtu nuk flasim për gjuhë me tinguj të pakuptueshëm, por me fjalë të huaja, gjuhë të huaja që mëson dikush, por këto ishin dhunti të Shpirtit të Shenjtë, siç folën apostujt ditën e Pentekostit. Pra folën në gjuhë të ndryshme pa mësuar këtë gjuhë. Sepse ka edhe heretik që thonë që flasim në gjuhë të panjohura nga Shpirti i Shenjtë dhe flasin tinguj, britma dhe fjalë pa kuptim, që është një tallje demoniake. Shën Teodoriti i Kirit e interpreton këto fjalë kështu: këtu nuk bëhet fjalë për një dhunti të veçantë të frymës së shenjtë. Nëse askush nuk kupton, nuk ka dobi për bashkësinë. Pra, dhuntia e gjuhëve ishte dhënë të krishterëve në fillim, sepse paganët i shikonin gjuhët si shenja të Perëndis, dhe kjo lidhej edhe me kullën e Babelit, ku u shpërndan gjuhët nga Zoti që njerëzit mos bashkoheshin në të keqe. Prandaj dhe ai që njifte një gjuhë të huaj shikohej si dërguar nga Perëndit. Prandaj nëpërmjet gjuhëve, dhuntisë së gjuhëve kërkojnë që paganët të tërhiqeshin në krishteri. Por gjuha e huaj ishte thjesht në interes të dikujt, sepse nëse ai e fliste atë, por nuk ishte përkthyes, çfarë vlere kishte kjo? Prandaj Shpirti i Shenjtë interesohet për dhunti të cilat janë të dobishme për gjithë bashkësinë. Shën Joan Gojarti thotë, nuk është kundër kritikës së gjuhëve Apostulli Pavli, është kritik ndaj përdorimit të tyre pa interpretim. Lutja personale është e vlefshme, por kisha gjithmonë këmbgun në adhurimin publik, kolektiv, ku duhet të mbizotëroj ajo që kuptohet nga të gjithë. Pra, të gjithë të flasim një gjuhë që kuptohet dhe merret vesh nga të gjithë. Dhe këtu flasim edhe për adhurimin, dhe për lutjet, dhe për predikimin. Le të shkojmë te vargu i 3, ku na thuhet: kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje dhe për dëllim. Le të shikojmë këtu fjalën profetizon. Çfarë do të thotë të profetizoj? Sepse disa e keq kuptojnë fjalën profetësi ose profetizim, sepse mendojnë që duhet të gjesh të ardhmen dhe në një farë mënyrë duket si një fallxhor. Jo, nuk është kjo. Pavarësisht se profetët kishin hirën e Shpirtit të Shenjtë dhe Shpirti i Shenjtë duke qenë përtej kohës dhe hapësirës ju zbulonte të ardhmen, se vetëm Perëndia të ardhmen që është përtej kohës dhe hapësirës, dhe atyre që u zbulon Perëndia, të tjerët që pretendojnë gënjejnë si shpirtra demoniak ose dhe njerëz të mashtruar dhe mashtrues. Pra, profecia ka një kuptim akoma më të gjerë. E para, profecia ose shpirti i profecisë përfshinte shpalljen e fjalës Perëndis, ngushëllimin, qortimin, forcimin e besimtarëve. Pra, profeti është ai që i bën të njohur vullnetin e Perëndis njerëzve, jo thjesht ai që tregon të ardhmen. Kështu që predikimi biblik, mësimdhënia dhe këshillimi i mbështetur në Shkrimin e Shenjtë janë shprehje të kësaj dhuntie të profecisë, ku ushtrohet në përputhje me të vërtetën e Ungjillit. Prandaj, dhuntia e profecisë nuk është larguar nga kisha, nuk është vetëm për dhjetën e vjetër, por fryma e profecisë është brenda në kishë. Jo thjesht për të zbuluar të ardhmen, por për të dhënë mësimdhënie tek populli i Perëndis, me qortim dhe ngushëllim. Lexojmë dhe vargun e 4, ku na thuhet: ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon ndërton kishën. Përsëri apostulli kthehet dhuntisë së gjuhëve. Shën Joan Gojarti thotë nuk është gabim të ndërtohesh shpirtërisht me një dhunti të Shpirtit të Shenjtë, siç ishte edhe dhuntia e gjuhëve, por në mbledhjen e kishës duhet kërkohet dobia e gjithëve. Pra, kjo gjuhë duhet të jetë e përkthyer që të gjithë marrin mesazhin që merr një besimtar ku ndikohet nga Shpirti i Shenjtë. Parimi është që ndërtimi i kishës është më i rëndësishëm se përvojat personale. Dhe në vargun e 5, që është dhe i fundit, lexojmë:
Unë dua që të gjithë të flisni gjuhëra, por më tepër të profetizoni, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhëra, veçse në interpretoft që të marrë ndërtim kisha. Dhe në këtë varg, Shënjangu i Arti thotë Apostulli Pavli nuk përçmon dhuntin e gjuhëve, vetë ai flis në gjuhë të huaja, por ai e vendos profetësinë, pra, siç edhe e sqarova më lart, se është më e dobishme për bashkësinë, për komunitetin. Nëse gjuhët interpretohen, atëherë dhe ato bëhen ndërtuese për kishën dhe mjetet të profecisë. Pra, ky varg na jep një parim të rëndësishëm për çdo shërbes bëhet në kishën tonë ortodokse. Çdo dhunti vjen nga fryma e shenjtë, çdo dhunti duhet përdoret me dashuri, çdo dhunti duhet të ndërtojë kishën dhe jo të lartësojë njeriu që e ushtron. Prandaj, dhe dhuntia e gjuhëve nuk është më në kishë, jo se është zhdukur. Kemi raste në jetën e shenjtorëve që është dhënë dhuntia e gjuhëve, pra ka mësuar një gjuhë pa e studiuar, ashtu siç ndikon Shpirti i Shenjtë, por dhuntia e gjuhëve nuk është më masive siç ishte në shekullin e parë, shekullin e dytë, por tashmë ajo çfarë është e rëndësishme në kishë është predikimi ose ajo dhuntia e profecisë. Për ta përmbledhur mesazhin, sipas etërve të kishës, është dashuria është më e lartë se çdo dhunti shpirtërore. Pikuria krishterë matet me dashurinë dhe shenjtërinë, jo vetëm me përvojat shpirtërore. Profecia, që është shpallja besnike e fjalës së Perëndisë për ndërtim, nxitje dhe ngushëllim, është e dobishme për komunitetin, sesa të folurit në një gjuhë të pakuptueshme dhe pa përkthim. Çdo dhunti duhet të ushtrohet me rregull për ndërtimin e kishës dhe për lavdinë e Perëndisë, jo për lavdinë personale. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ne jemi të krishterë jo duke qenë të vetëm të krishterë, po jemi të krishterë duke qenë në komunitet. Një krishter nuk është i krishter, por i krishterë është kur është bashkë me tjerë. Dhe bashkë me tjerët ne ushtrojmë edhe dhuntitë e Shpirtit të Shenjtë që providenca hyjnore i ka caktuar brenda kishës dhe këto menaxhohen nga kisha dhe nga episkopi që mbikëqyr kishën, prifti që drejton enorin dhe të tjerët, diaku, teologu, katekizi që janë shërbyes për mbarvajtjen, por edhe për katekizimin dhe mësimin e enorisë ose popullit të Perëndisë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.